Ma po du me ditë se qa kanë gjujt veza. A gjevrek, okej. Kena shumë orë të pëshe, kena edhe bukë shumë, ankohemi na që skena, po dhe bukën e hudhim në liqen. Pra jemi në Mitrovicat, tek liqeni akumulues këtu në Mitrovic, edhe jemi orë me tregu edhe me pamje edhe me paraqit një problem që ndështë okej edhe komuna duhet marrë me pastru, po këto çka i bujnë këto janë qytetarët, se komuna nuk mundet mi ndajt gati çdo dytit qytetar kur gjun për llog. Është toke juja, është vendi juj, po se su kujdeset ju për vendin e juj, nuk mundet kërkush me arë me thopër e me dënime me ju ndajt te koka. Sa i përket pamjes e liqenit akumulues, do të thëtë ja pra pamjet mbeturina dhe mbeturina, po më dhimen ma shumë këta pata që duhet me u fresku në këtë ambient ndotun të ujit, edhe qeset që ndoshta edhe munden me ju shkaktu dëmët potave. Kjo është gjendja pra e liqenit akumulues. Interneti nuk është duke bo shumë mirë këtë pjesën këtu, prandaj Viberi nuk po bën. Qytetarët paska dhe që ndojnë me bicikleta edhe me hec, mendova që do ketë ma shumë që mi marrë edhe me bo pytje e me diskutu për shkak të pjesës liqenit edhe mbeturinave të hedhura, por që do e shohim nëse na vihet dikush edhe bisedojmë me të. Po saj përket pamjeve, i Lorenti ju le mas miri me pamje edhe ju kallëzën, ju tregon më falni, ju tregon pjesën e liqenit se sa i pastër edhe sa i bukur është. Po Diona, nëse po më dëgjon,